Ndodh edhe kjo, nënkryetaria e Bashkisë Elbasanit pre pemën sepse i mbulonte posterin e fushatës. Në vendin ton, çudirat në këtë fushatë elektorale nuk janë vetëm fjalimet absurde e një pjesë të kandidatëve për deputet, por edhe veprimet e tyre. Dhe akti më absurd i fundit vjen nga qyteti Elbasanit, më konkretisht nga nënkryetaria e Bashkisë së këtij qyteti, Aulona Bylukbashi, e cila ka marrë besimin e Edi Ramës për të garuar për deputete në zgjedhjet e 11 majit. Dhe duket se këtë garë Aulona Bylukbashi ka marrë aq seriozisht sa heqafe çfarëdo që i prish imazhin elektoral dhe më tepër kur bëhet fjala për pemë. Siç duket në krahasim mes dy fotove të mëparshme nga i njëjti vend, kandidatja për deputete Edi Ramës ka vendosur të pres pemën për shkakun madhor se i mbulonte postin gjigant të fushatës elektorale të vendosur në qendër të qytetit. Nënkryetaria e Bashkisë ka urdhëruar që pema të krahasitet deri në atë mas sa të mos cënoj asnjë cep të posterit të saj.